Në Tetov, liturgjia e bekimit të ujrave në Radik për herë të parë në gjuhën shqipe. Në Maqedoninë e Veriut, për herë të parë pasi gati një shekulli, liturgjia dhe bekimi i ujrave u zhvillua në gjuhën shqipe. Foto e momentit është publikuar nga ambasadori shqiptar në Maqedoninë e Veriut, Demion Mejdani, djali i presidentit Recep Mejdani. Ngjarja u zhvillua në brigjet e lumit të Radikës në zemër të Rekës së Hepërme, ku zëri i Atë Nikol Kellit u përhap mes maleve duke sjellë një mesazh që shkonte përtej ritualit fetar, rikthimin e kujtesës, identitetit dhe shpirtit komunitetit shqiptar. Bekimi i ujrave nuk ishte vetëm një akt simbolik fetar, por dhe një moment që lidhi brezat dhe riafirmoi rrënjat kulturore shpirtërore të shqiptarëve të kësaj treve. Ky moment historik u bë i mundur fal iniciativës ambasadorit të Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Demion Mejdani, dhe peshkopit të Antaniskit të Partenjik, i cili kontribuan në realizimin e tij. Bekimi i ujrave të Radikës në gjuhën anëtare përfaqëson një dëshmi të fortë të bashkëtesës, tolerancës ndërfetare, ruajtjes së identitetit, duke shënuar një kapitull të ri në historinë shpirtërore të komunitetit shqiptar ortodoks në Maqedoninë e Veriut.